Memorialeve të vendosura në qytetin e Tiranës do të shtohet së shpejti edhe busti i Lord Byronit. Bashkia e Tiranës dhe Shoqata Shqiptare e Byronit shpallën hapjen e konkursit për memorialin e Lord Byron, i cili do të vendoset në rrugën që mban të njëjtin emër. Kreu i bashkisë Edi Rama shprehu vlerësimin për mikun e shqiptarëve, busti i të cilit do të bëhet pjesë e kryeqytetit. Ka një rrugë në Tiranë që mban emrin e tij. Por kjo që ne kërkojmë të bëjmë është më shumë se sa një emërtim rrugë dhe sigurisht është një dëshirë për ta sjellë edhe në kohë kujtimin e veprës së tij. Dhe megjithatë e quajtëm më të udhës që kjo shenjë e cila mund të jetë çfarëdo qoftë që artistët do të përfshihen në këtë konkurs do të propozojnë, të vendoset në një hapësirë publike të rindërtuar në krah të rrugës që mban emrin e Lord Byronit. Konkursi Një shenjë për Lord Byron do të jetë i hapur për 5 javë, ku mund të marrin pjesë të gjithë personat e interesuar. Afati i fundit për dorëzimin e projektit është data 26 nëntor 2010. Fituesit do të shpallen në një veprimtari kushtuar Byronit, ku do ndahen edhe 3 çmime për konkursin. Shenja për poetin do të vendoset në hyrje të rrugës Lord Byron, ku tashmë është hapur një hapësirë publike i përshtatshëm për vendosjen e objektit.